Korea e Jugut po përshpejton transformimin e forcave të saj të armatosura, duke vendosur dronët në qendër të strategjisë së mbrojtjes përballë kërcënimeve nga Korea e Veriut. Ministri i Mbrojtjes, An Gyu-bak, bëri të ditur se qeveria do të trajnojë rreth 500.000 luftëtar të dronëve, me synimin që çdo ushtar të jetë në gjendje të përdorë një dron si një armë të dytë personale. Fillimisht, ushtria kishte planifikuar të prodhonte rreth 110.000 dronë deri në vitin 2029, por më pas e rishikoi objektivin në rreth 60.000 njësi, të cilat do të shpërndahen në forca toksore, detare dhe ajrore. Plani parashikon gjithashtu blerjen e më shumë se 20.000 dronëve me kosto të ulët për përdorim në misione luftarake, zhvillimin e sistemeve të inteligjencës artificiale që kontrollojnë grupe dronësh njëkohësisht, si edhe përdorimin e municioneve fluturuese që godasin objektivin dhe vetë shkatrohen. Një tjetër pjesë e rëndësishme e programit është zgjerimi i mbrojtjes kundër dronëve, përmes armëve me lazer dhe sistemeve me mikrovalë me fuqi të lartë, të cilat synojnë neutralizimin e mjeteve ajrore pa pilot. Sipas autoriteteve koreano-jugore, përvoja e luftës në Ukrainë dhe konfliktet e fundit në lindjen e mesme kanë treguar se dronët janë bërë një element vendimtar në fushën moderne të betejës. Në të njëjtën kohë, Seuli po përballet edhe me rënien e popullsisë dhe mungesën e personelit ushtarak. Ndaj automatizimi dhe sistemet pa pilot konsiderohen zgjidhje strategjike për të ruajtur aftësitë mbrojtëse të vendit.